nga reformat përtej klasikës, reformë territoriale, administrative dhe reformë zgjedhore që përmendën në jetën politike në Shqipëri gjithmonë pas çdo palë zgjedhjeve parlamentare. Është si le të themi risi e këtyre muajve, këtij vitit fundit, është kjo ideja e hedhur nga dhe deri diku e mirëpritur, hedhur në publik nga kryeministri Rama dhe deri diku e mirëpritur nga kryedemokrati Berisha për një reformë parlamentare kushtetuese që sipas Ramës do duhet të kufizonte numrin e deputetëve në sallën e parlamentit, sipas kryeministrit do duhet të ishin jo 140 por jo më shumë se 100, thot ai, dhe në këtë sens zoti Berisha e ka mirëpritur, por duke hedhur idenë që kjo ma kërkon një dhomë të dytë të parlamentit. Pra ideja që të ketë një dhomë të ulët dhe një senat, pa e them kështu. Nuk e di çfarë do të sillte ndryshe në jetën politike dhe institucionale për një vend të vogël si Shqipëria që deri diku ta ndërlikonte jetën parlamentare në këtë komunikimin mes dy dhomave të ndryshme. Unë e di që kanë plot vende të mëdha me demokraci të konsoliduara që ndoshta nuk janë të detyruar të miratojnë 30 ligje në 2 muaj, sepse si themi jetën institucionale dhe ligjore kanë të përcaktuar tashmë bëjnë korrigjime për t'u përshtatur realitetit dhe kohës, por nuk duhet të ecin me ritmin që i kërkohet një vendi si Shqipëria. Gjithsesi, ju si shikoni në vetvete këto ide të hedhura për konsum në jetën publike? Unë vetëm një gjë kam kuptuar këto vitet e fundit në gjitha ato propozimet që bën Rama, se veprimet e tij dhe justifikimet, argumentet e tij nuk kanë asnjë lloj lidhje. Pra ajo që ai kërkon me bën dhe ajo mënyra si justifikohet janë dy gjëra dy universe krejtënshme. Nuk e di se sa do ta shkatërronte jetën politike shqiptare një reformë e tillë, kaq që prej kaq thellë parlamentin, sistemi parlamentar, po di vetëm se nuk do t'i sillte asnjë lloj të mirë. Po të reduktoj numri parlamentarëve, sigurisht do të reduktoj mundi me të cilin Rama kontrollon atë përfaqësimin e tij politik. Përfaqësuesit e tij direkt në politik, se nuk ka asnjë lloj zanit, nuk ka asnjë vot, 2 vota që mund t'i ikun. Në gjithë këto vite në parlament si ka dalë kush kundër në propozimet e tija. Ulja është si në rast të një smundje të vdekje pruse, e cila mundet me zan komplet organizmin ose një pjesë të organizmin. E ka vetëm një pjesë të organizmin. Pra një numër i madh parlamentarësh dhe një numër i vogël parlamentarësh, kur parlamenti është fiktiv, është një jetë e gjallë, nuk lot rol. Mos harrojmë se diktatori është një vetëm, pra nuk ka parlamentar. Dhe kjo është autoritarizmi i çon drejt nëpërmjet komunikimit populist, çon krijon iluzionin se ulja e numrit përfaqësuesve sjell një cilësi përfaqësimit. Kjo është absolutisht e pasakt. Ana tjetër, krijimi i 2 dhomave më duket absurde në kushtet e Shqipërisë, edhe është në kundërshtim edhe me atë propozimin e parë për uljen e përfaqësuesve, ulja përfaqësuesve me krijimin e 2 dhomave do të ishte diçka si një grup krypleq që veprojnë të drejtuar prej bajraktarit të rrallës. Prandaj më duken të dyja. Problemi është se tek ne sa herë që ja prek kushtetuta, është prek për me shkatërru kushtetuta. Dhe historia na mëson, historia e afërt, që s'ka shumë që ka kalu, na tregon se pikërisht kjo ka ndodhur. Rama nuk din tashmë se çfarë shashka shmehja dhe do me prek kushtetutën, do të ishte një gjë shumë e damshme dhe nuk shoh asnjë lloj dobijet në këtë veprim. E kuptoj. Dhe një gjë tjetër për cilin doja t'ju pyesja lidhet me këtë idenë, kjo ka ardhur nga opozita, por nga ish lideri i opozitës më herët, meqense ishim në këtë idenë e reformave të mëdha kushtetuese që do të prekin mënyrën, thelbin se si funksionon politika në Shqipëri. Dhe her pas here qarkullon kjo ide, profesor, këtu në Tiranë. Pra, kufizimi i mandateve për sa kohë mund të qëndrojë një kryeministër në pushtet. Dhe shembuj merren gjithmonë, për shembull vjen ideja
e Amerikës, shtetit të cilës i referohemi sa herë që flasim për konceptin e demokracisë e marrim si shembull dhe gjithmonë vizohet kjo që edhe Amerika që ne marrim si shembull të demokracisë ka kufizuar numrin e mandateve që një president mund të qëndrojë në detyrë. Pse? Sepse pikërisht fal jetëgjatësisë së demokracisë së saj ka kuptuar që demokracia të jetë e shëndetshme duhet që politikani që drejton të mos qëndrojë kaq gjatë në pushtet. Në jetën tonë politike zoti Basha e ka hedhur këtë si koncept, le të themi, i pari. Nuk e di ju si e shikoni, a do të ishte një nevojë për realitetin tonë politik, çfarë do të sillte, çfarë do të mundësonte, apo do duhet të respektonin vullnetin e qytetarëve nëse duan që dikush të qëndrojë edhe më gjatë sa 2 mandate? Po të kishte sukses ky propozimi i zotit Basha, do të ishte suksesi vetëm i tij në jetën politike. Mendoj se edhe Amerika nuk është se i ka zgjidhur problemet me këtë ligjit, se po e shohim se çfarë është ndodhur sot në Amerikë me Trumpin. Problemi duhet zgjidhej pa shku tek një ligj që kufizon mandatin. Do zgjidhej jetën e partive, jetën e mbrëmshme të partive. Nuk mund të ketë një lider, një parti që drejton partinë për 20 vjet, 30 vjet. Një parti që nuk nxjerr një lider në 30 vjet duhet të mbyllin derën, dorëzojnë qilcat i vend ndrynin, se është e marruar, nuk ka ide, s'ka njerëz, s'ka fidanishte partijake, nuk ka gjë, nuk ka jetë partijake. Prandaj, nëse do të kishim parti me të vërtet demokratike, një problem i tillë nuk do të paraqitej as pak. Fatkeqësisht, ju e shihni vetë, jena në mandatin e 4, legjislaturën e 4 Trump, jemi 30, kanë lind njerëzit dhe janë martu nën Sali Berishën, kryetar të Partisë Demokratike, me një pauzë reflektive, gjoja pauzë krejt vogël, dhe nuk lëviz asgjë. Janë partitë ato që e ngarkojnë sistemin me figura të konsumume, me figura të cilat janë të papranueshme tashmë për publikun, se shoh se ka gjithnjë më pak njerëz që mbështesin, e kam fjalën për liderët, jo për idetë, njënës dhe tjetrës parti. Kurse ajo partia e tretë tashmë është duk se kryetari është në burg dhe si konsorcium që ishte nuk ekziston më. Mendoj se duhet zgjidhej jo thjesht me një ligj, se ne kemi një sistem ligjor të super ngarkuar dhe nuk shërben asgjë. Nuk shërben asgjë se thymet e ligjit janë në rendin e ligjit, prej partive, prej individëve. Duhet zgjidhej nëpërmjet mekanizmave normal të jetës partijake, që të mos paraqitet i njëjti kandidat për një partie si kryetar koalicionit apo i partisë fiduese. Po të kishte një rotacion fiziologjik brenda partive.